Edhe në një natë të vështirë për Atalantën ndaj Bayernit, Berat Gjimshiti shënoi një tjetër moment historik në karrierën e tij. Kjo ishte ndeshja e tij e 324 të zyrtare me fanellën zikaltër, një shifër që e vendos atë në vendin e 5 në historinë e klubit. Me këtë arritje, kapiteni i kombëtares shqiptare ka lënë pas mjaft emra të mëdhenj, duke konfirmuar statusin e tij si legjendë moderne. Mbrojtësi shqiptar ka lënë pas ish kapitenin legjendar Cristiano Doni, duke u ngjitur edhe më lart në listën e besnikërisë së Atalantës. Gjimshiti është futbollisti i dytë me më shumë paraqitje në Champions League për Atalantën, me plot 38 ndeshje. Nda një lojtar që kërkonte vendin në formacion, ai është kthyer në një lider të vërtetë dhe një figurë të respektuar në vëmat të zhveshjes. Për tifozët shqiptar, ai vazhdon të jetë një nga përfaqësuesit më të denjën, duke dëshmuar se me punë mund të arrihen majat. Historia e Gjimshitit te Atalanta është një shembull besnikërie. Urime Beratit për këtë rekord të ri. Kush do të jetë legjenda e radhës?